Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin për muajin gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Këtë video mund ta ndjekin edhe të gjithë ata që kanë ashendenën dhe shenja e peshqve. Atëherë shohim energjinë. Jemi te energjia e shenjës Demit, Shigetarit, Peshores, energjia e shenjave të tokës dhe energjia e shenjës së Briciapit. Atëherë, në fillim të javës, ju shoh fillime të reja, fillimi i një dashurie të re, fillimi i një shtatzanie, një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, ose një fillim i ri ekonomik që do t'ju sjellë bollëk dhe prosperitet. Është një energji fantastike që vjen. Jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një dashuri, por shoh që keni ato frikrat brenda vetes. Por ju shoh që keni kaluar shumë situata të vështira, mund të kenë qenë situata në lidhje me dashurinë, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, mund të keni, por shoh që keni marrë mësime dhe do jeni më të organizuar. Për pjesën tjetër, në lidhje me një shtatzani, shoh që edhe pse aty vjen një shtatzani, ju do keni mbështetje në një personi shumë të dashur në familjen tuaj, keni disa frikra brenda vetes, ndoshta kjo gjë ju bën pak të tensionuar, ndërsa në lidhje me punën dhe me anën ekonomike, shoh që mendoni shumë seriozisht për një fillim të ri. Shoh që keni kaluar vështirësi dhe aty, por është një fundjavë ku ju do jeni më të organizuar si në lidhje me punën, me fillime të reja në projekte, në bashkëpunimet tuaja, dhe unë shoh që do jeni më të organizuar në fundjavës. Për anën ekonomike shoh që do keni mbështetje dhe nga një person tjetër. Atëherë, vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, shoh që ju largoheni nga diçka, keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, që jeni ju vetë, përsëri energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ujit, gjithë java. Është një javë shumë emocionale, ju shoh që largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Për pjesën e personave që do hynë në një njohje të re, shoh që do lini një njohje ose një lidhje mbrapa. Dhe shoh që do gjeni shpirtin tuaj binjak. Ju shoh shumë të emocionuar gjatë kësaj jave. Për pjesën tjetër, do lini gjëra që nga e kaluara, do merrni një drejtim më të mirë për vete, do jeni, ndoshta këtu ka edhe një falje, mund të kërkoni një falje, ose me një person nga e kaluara, dhe shoh që në familje do ndjeni shumë të lumtur, do jeni shumë të emocionuar, do jeni në festime, por ju mund të largoheni dhe për pushime gjatë kësaj jave. Dhe do të jepni një mbështetje shumë të fortë fëmijëve tuaj. Dhe kjo gjë do bëj që ju të gjeni harmoni dhe qetësi në familjen tuaj. Gjithsesi, shoh dhe lajme të mira në lidhje me partneritete të ndryshme. Ju largoheni nga një partneritet, nga një bashkëpunim, është një punë që ju ka shtruar dhe ju dëshironi me një drejtim më të mirë. Aty do t'ju mbështesi një person, do hynë në një partneritet dhe kjo do t'ju sjellë paqe, do t'ju sjellë qetësi, por do keni dhe lajme të mira deri në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh te energjia e shenjave të ujit, kemi energjinë e shenjës Luanit dhe energjitë shenjave të zjarit. Gjithsesi, ju shoh që diskutoni me një person, për pjesën e personave që futen në një njohje, ndoshta ju e konsumoni këtë bisedë me një person të dashur, me një mikesh ose me një mikun tuaj. Dhe shoh që ndjeni shumë, i shikoni gjërat me qartë në lidhje me çdo situatë, keni bisedime
me persona që i keni afër dhe shoh që do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe do filloni të tregojeni më të kujdesshëm. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh diskutime, lidhje me familjen, lidhje me shtëpinë, do t'i shikoni gjërat si në dritën e diellit, do t'i shikoni gjërat më qartë dhe në momentin që t'i shikoni gjërat qartë, do lini gjithë problemet dhe vështirësitë që keni kaluar dhe do t'i jepni një drejtim më të mirë situatave. Ndërsa në lidhje me punën, edhe aty shoh që është një javë ku ju do keni partneritete, do keni biseda në lidhje me punën, mund të keni bashkëpunime të ndryshme dhe kjo gjë do t'ju lumturoj. Shoh që keni kaluar shumë vështirësi, por këto vështirësi lini mbrapa dhe do merrni një drejtim më të mirë për vete, por duke u treguar gjithmonë më të kujdesshëm. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjinë e shenjës së gaforis dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë shoh që do keni më vetbesim, do ndjeni më të sigurt e vetja juaj, do vetë vlerësoni veten tuaj, por ndërkohë dhe një shumë e mirë parash do t'ju japi siguri. Ju do keni vetbesim në lidhje me një dashuri. Dëshironi të futeni në një njohje të re me një person që do njihni gjatë këtij muaji, sepse shohim keni fillime të reja në fillim të muajit, në javën e dytë ku ju gjeni shpirtin tuaj binjak, dhe në javën e 3 do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë do keni shumë vetbesim dhe unë shoh që do të jepni drejtim në lidhje me një njohje. Mund të jetë një njohje që do ta bëni dhe në një udhtim. Mund të jeni me pushime, ju shkoni me pushime aty dhe aty njihni një person. Por ndërkohë, jemi te energjia, te karta e familjes ku tregon që do të jepni drejtim situatave dhe çështjeve të ndryshme në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, shoh që në mesin e javës ju i jepni drejtim gjithçka dhe këtë mund ta merrni në situata dhe në çështje të ndryshme. Dhe në fund të javës ju shoh shumë luftarak. Për gjithë ata që do futen në një dashuri, ju ndiheni të sigurt, doni të jepni drejtim, do luftoni shumë fort në lidhje për këtë person, por ndërkohë ju shoh që do haseni me shumë pengesa, por ju përsëri do t'ja dilni. Për pjesën tjetër, në lidhje me drejtimin që doni të jepni, situatave në familje, në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, shoh që ju do jeni shumë luftarak, edhe pse do keni pengesa, ju do t'ja dilni. Ose në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, në momentin që të merrni disa para, ju mund të bëni dhe një udhtim, por mund të mendoni edhe se si të jepni drejtim punës tuaj për të pasur këtë stabilitet që do keni në fillim të javës, sepse shoh marrje parash. Dhe kjo do t'ju bëj që ju të luftoni akoma më fort për të rritur edhe më shumë të ardhurat tuaja. Gjithsesi, është një muaj fantastik, është me fillime të reja që marrin zhvillime të mira, do jeni më të organizuar, do mendoni shumë fort në lidhje me një dashuri, me fillimin e një njohje të re, do largoheni nga çështjet dhe situata që ju kanë shtruar, do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Energjia e qendrës tregon një shpirt binjak, një person që ju do hyni në njohje gjatë këtij muaji, është shpirti juaj binjak. Për pjesën tjetër, do të jepni një mbështetje fëmijëve tuaj dhe familjes tuaj, por ju shoh që do jeni dhe me pushime ose shoh do ketë harmoni në familjen tuaj. Por ndërkohë dhe në lidhje me partneritetet të ndryshme do keni lajme të mira. Shoh që do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar, do t'i shikoni gjërat më qartë dhe në momentin që t'i shikoni gjërat qartë, unë shoh që ju do harini të keni më vetbesim, të ndjeni më të sigurt në hapat që ju do hidhni dhe të harini të stabilizoni gjithçka që keni në jetën tuaj. Por ndërkohë shoh marrjen e disa parave dhe do të jepni drejtim gjithçkaje, do të jepni drejtim një njohje të re, do keni një njohje edhe në udhëtime, pjesa tjetër, por do të jepni drejtim familjes, shtëpisë, fëmijëve, punës tuaj, anës tuaj ekonomike, dhe në fund të muajit ju shoh shumë luftarak. Edhe pse do haseni me pengesa, ju do t'ja dilni për t'i dhënë drejtim gjithçkaje gjatë këtij muaji. Dhe marrim një mesazh nga angji dhe shohim çfarë mesazhi ju japin.
Atëhere, kemi energji zjarri këtu dhe thot gjërat duken shumë mirë, thotë. Ju jeni në pritje, mund të jeni në pritje të një përgjigje, të një udhtimi, por gjërat janë shumë mirë për ju. Keni durim, thotë, gjatë kësaj periudhe dhe bëni plane afatgjata. Atëhere, kjo tregon që ju jeni në gjatë këtij muaji do bëni gjëra që do t'i duken shumë mirë. Thjesht duhet keni durim në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, por dhe me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Dhe është periudha, është një muaj ku ju mund të bëni plane afatgjata për të ardhmen tuaj në lidhje me gjithçka. Është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Doja të ftoja edhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbar, dëgjim të këndshëm, një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju. Dëgjohemi te videot e radhës.